Mirë në Kosovë që nuk e dojnë hiç njëri tjetrën sepse kanë polarizime të ndryshme nga ato politike, financiare, fetare, tash. Po qëtu në Gjermani, diaspora shqiptare me urrejt ka shumë njëri tjetrin, është të mërshme. Sa po lexova një lajm në Dortmund, një shtetase një shqiptare kosovare, shqiptare nga Kosova, dhe një shqiptar nga Kosova, janë zanë në Dortmund në një restorant të punu në zezën, pra janë kësi me leqë ndrimi, me liberalizim të vizash. Edhe ma poshtë kur realizën lajmin e kupton që autoritetet gjermanin janë njoftu nga dikush, pra i ka tërgu dikush mesazh. Mirë ata dy që ja kanë marrë pasaportat dhe i kthejnë mrapa dhe ja hekin drejtën në qëndrimit, po plus restoranti rrezikon deri në 500.000 euro dënim job për punësim ilegal. Pse be vlla, pse më apo sherrin tjetrit? Qa përfiton ti? Qa që i ka lajmëru, po më thuj më zotënjë dhe pozojnë, çka ki bot ashti, qa ki arriti me shku me lajmëru tondin. Sa keq që